Sara Mila ka kërkuar fjalën, zonja Mila. Shumë faleminderit kryetar. Në fakt e kam një pyetje për gjithë kolegët e parlamentit, mazhorancë dhe opozit, për çfarë normaliteti po flisni, se mua më duket krejt normale kjo gjë. Unë që kur kam qenë e vogël dhe kam ndjekur kuvendin nga shtëpia, këtë normalitet kam parë. Këta shkatrojnë dhe këta punojnë, kështu që jemi thjesht në normalitetin e përhershëm të një parlamenti, asgjë anormale. Këta flasin, linçojnë publikisht, ofendojnë, akuzojnë dhe të njëjtën gjë kanë bërë edhe në seancën më të rëndësishme në fakt që ishte ajo për debatin për projektin, për të gjithë programin që ne do të kishim. Ne ishim përgatitur, edhe ne deputetët e rinj ishim përgatitur për debatin politik, ndërkohë këta na shkatruan atë mundësi, siç këta kanë ditur të shkatrojnë gjithçka deri më sot. Tani vin këtu dhe thonë ne nuk kemi mundësi të flasim. Ata kanë folur, hapeni proces verbalin, keni 15 të folura atu ndërhyrje pa mikrofon, sigurisht të pra transkriptuara në proces verbal, sepse kanë qenë ofendime, kanë qenë sharje, kanë qenë akuza, ka qenë gjua e përhershme e këtyre. Do e kisha një propozim, fakt, shnojeni dhe ato në proces verbal, e le të ngelet ai proces verbal në turpin e kuvendit, si këta arritën që të denigronin një grup njerëzish këtu, pa njohur, pa i ditur, pa bërë më parë asnjë debat me ta, dhe ndoshta kështu do ta shihnin dhe shqiptarit se çfarë ndodhi në fakt në realitet në atë seancë. Faleminderit.